Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur pitet më të thjeshta dhe më të shijshme, janë super për t'u marrë me vete në punë ose për në shkollë. Kështu që qëndroni me mua t'i përgatisim bashkë. Mund t'i përgatisni që në mëngjes dhe të jenë të ngrohta si ushqim për drekë, pasi përgatiten shumë lehtë. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 300 ml qumësht, 2 lugë gjelle, vaj, çfarëdo lloj vaji që ju përdorni në kuzhinën tuaj, 1 lugë çaji krip. Masën do ta përzijem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi e kemi përzier masën shumë mirë, do shtojmë 6 lugë gjelle miell gruri. Do vazhdojmë përzierjen, këtu duhet ta përzijem pak mirë në mënyrë që të mos ketë masa kokriza. Do na duhet një brum pak më i trash si për krepa. Vazhdojmë përzierjen duke eliminuar të gjitha kokrizat që na krijohen gjatë kur kemi vendosur miellin dhe pasi është gati, do shtojmë 2 karrota, të cilat i grim në rende dhe 2 dega majdanos të freskët. Do vazhdojmë përzierjen. Unë në këtë rast kam zgjedhur karrota, por mund të zgjidhni perimet tuaj të preferuar si kungulleshka, kungull dimri edhe speca të prera holl. Unë i përgatis me të gjitha këto perime që thash më lart dhe bëhen shumë të mira. I përgatis shpesh, i provoj me perime të ndryshme dhe në familjen tonë preferohen shumë. Masën e kemi gati, tiganin e lyejm me vaj dhe i pjekim një nga një gjithmonë në zjarr të ngadalt. Pjekja do bëhet në këtë mënyrë. E vendosim në fillim, e lëvizim mirë tiganin në mënyrë që të hapet, e kthejmë në anën tjetër, e mbushim me djath dhe sallam, kam zgjedhur unë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndihni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani atë në koment. I palosim kështu si po shihni në video, i lëm edhe për pak sekonda duke e kthyer her pas here në të dy anët në mënyrë që djathi të shkrijë dhe pjekja të bëhet në mënyrë më perfekte. Pasi sigurohemi që pita është e pjekur mirë, e kalojmë në pjatë dhe sipërfaqen e lyejm me pak gjalp. Kjo është me dëshirë, nëse dëshironi ta shmangni dhe ju duket yndyrë e tepërt, mund të mos e bëni, por i jep shije shumë të mirë dhe i mban akoma dhe më të buta. Dhe kështu do vazhdojmë me pitën e dytë dhe derisa të mbaroj masa që përgatitëm. Masat që pat në video që un kam shkruar janë për 4 pite të mëdha. Të paktën kështu i quaj un të mëdha. Nëse ju dëshironi të përgatisni më shumë, mund të shtoni masat. Nëse do përgatisni më pak, mund të përgjysmoni përbërësit që un kam cituar pak më lart. Dhe kështu vazhdojmë derisa të mbarojmë pitet. Janë super ide për t'i marrë me vete në punë, në shkollë, jam të përshtatshme për çdo vakt, kështu që ju sugjeroj t'i provoni dhe do më kujtoni gjatë, ju asiguroj për këtë pasi bëhen vërtet shumë të mira. Është vërtet gjuna të marrësh ushqim jashtë ku mund t'i përgatisni mjaft lehtë në shtëpi. Si ju duket kjo recetë? Nëse ju pëlqen, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj. Faleminderit.